Ende nuk ka asnjë të arrestuar lidhur me vrasjen e rreshterit të policisë Muhamet Lika, ngjarje kjo e ndodhur më 1 prill rreth orës 23 në hyrje të banesës së tij pas përfundimit të orarit të punës. Në polici deklaruan se hetimet janë duke u zhvilluar me intensitet më të shtuar për zbardhjen e rastit. Gjatë ditës së sotme prokuroria nuk dha informacione të reja. Ditë më parë në konferencën për media të mbajtur nga prokuroria e Ferizajt, u bë e ditur se lidhur me vrasjen në Kaçanik të rreshterit Muhamet Lika, të përfshirë janë së paku 2 persona. Në lidhje me identifikimin e personave, shihen 2 persona duke hyrë nga vendi i ngjarjes, duken persona 3, por që nuk kemi arritur identifikimin apo njohjen e atyre personave që me mujt me ditë a i takojnë rrethit ku ka ndodhur rasti apo janë nga cili vend apo nga janë ata persona. Prokuroria në Ferizaj ka apeluar që çdo kush i cili ka ndonjë informacion që dërgon deri në zbardhjen e rastit të raportojë në organet e hetuesisë.